Allahu Akbar, Allahu Akbar. Xhamia Arasta e vendosur në Qarshinë e vjetër të Shkupit është një nga objektet fetare me vlerë historike që daton nga periudha osmane. Ajo ka qenë pjesë e rëndësishme e jetës shpirtërore dhe tregtare të Qarshisë ndër shekuj, teksoi imami i xhamisë Arasta, Rahim Kaloshi. Edhe pse u dëmtua nga tërmeti i vitit 1963, xhamia u rindërtua dhe sot vazhdon të shërbejë si vend adhurimi për besimtarët e musliman në Shkup. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pikë fare ju falenderoj ju si që keni ardhur jeni të interesuar për xhamiat rreth Shkupit apo brenda Shkupit, e sidomos në zemrën e Shkupit, që do të thotë Qarshia është ajo zemra e Shkupit. Xhamit në përgjithësi në rrethinën e Shkupit, brenda Shkupit dhe rrethin janë të ndërtuara që nga shekulli 15. Domethënë atëherë kur perandoria osmane vetë se ka fillu, domethënë, hap pas hapi me ardhë këndej drejt Ballkanit. Xhamia Arasta është një prej vakufeve të Jit Pashës. Jit Pasha është një prej ushtarëve të parë civil që ka ardhur nga perandoria osmane dhe ka fillu hapat e parë këtu në Shkup. Jit Pasha e ka edhe një mesqit më poshtë, po është edhe një vend aty shumë i bukur, por ai këtë xhami e ka ndërtuar nga që Arasta do të thotë qarshi e mbyllur, qarshi e zanateve të një tipit, të një llojit. Mund të jetë ajo e zejtarisë, apo qarshi e likurave, apo qarshi e artarëve. Pa marrë parasysh, domethënë Arasta e ka këtë kuptim. Domethënë ma herët ndoshta ka qenë edhe me kupolla, nuk kemi asnjë lloj historiku, por Arasta e ka atë kuptim. Nëse i marrim për shembull xhamitë e tjera të cilat janë në vendet të Stambollit ose në vende të ndryshme të Turqisë, domethënë janë të mbyllura qarshiet Arasta të cilat quhen. Po, xhamia Arasta domethënë daton domethënë nga shekulli 15, po ka pas disa periudha të tjera të cilat i ka përjetuar vetë si xhami, po edhe Shkupi, qyteti i Shkupit i ka përjetuar ata së bashku me këta xhamit. Pikë së pari, xhamia Arasta në vitin 1555, pas ndërtimit në vitin 1555 ka pas një tërmet në Shkup dhe është ndikuar atë kohë dhe minarja është shembur. Është kanë me 4 qoshe, kurse tash është me 6 qoshe është pa. Pastaj në vitin 1689, komandanti austro-hulgares, kur ka pasur, domethënë, përleshje me ushtarët e perandorisë osmane, atëherë e ka dhënë si Shkupin në zjarr, po edhe xhamia Arasta është ndikuar nga ky zjarr, ku kupolla e saj është djegur, pastaj prap është ndërtuar dhe është ndërtuar në formë të kulmeve prej drunit. Kurse në vitin 1963, xhamia Arasta nga tërmeti i madh, siç e dimë të gjithë, është shemë e tëra. Pastaj, me dëshirën e Allahut, pikë së pari, pastaj dhe me vullnetin e dashamireve, atyre të cilët janë në Turqi, në Bursa, në komunën Bursa, Recep Altepeja nuk ban përmend ata, i cili e ka marrë këtë iniciativë me zbashku me riasetin e Maqedonisë, domethënë plus edhe me esnafat e Qarshisë të Shkupit, së bashku e kanë mundësuar që kjo xhami sot të jetë në kam dhe të jetë funksionale për besimtarët të cilët janë në vendin tonë, në Qarshinë tonë të bukur. Xhamia jonë ka kapacitet diku vetëm brenda deri 400 vetë të izën, për edhe me jashtë, domethënë ka pashtu edhe një kapacitet të madh. Xhamia Arasta është funksionale, domethënë pas ndërtimit pi vitit 2014, domethënë me faljen e namazeve, kurse ndërtimi ka filluar prej vitit 2011. 2014 ka mbaruar, kurse unë si hoxh, si imam në këtë xhami jam që nga viti 2015 deri më ditën e sotme. Në xhamin tonë
si çdo xhami këtu për rreth, nga që është edhe nga jashtë dukja e saj, pamja e saj është e tregon atë historinë, atë rëndësinë, peshën e saj, por edhe meraku i turistave, të cilët vinë nga vende të ndryshme, tash nuk mund të caktoj vetëm nga një vend, nga vende të ndryshme, janë të interesuar dhe kur vinë tek ne, domethënë kur takohemi me ta në xhamin ton, ne e kemi patjetër që t'ju tregojmë në lidhje me historikun ton, nëse ju intereson po ashtu edhe për fen ton. Xhamia Arasta, siç tham, është brenda në zemrën e Çarshisë të Shkupit. Dhe vizitorët si nga vendi edhe nga jashtë janë të rregullt, vazhdimisht ka. Xhamia Arasta, si çdo xhami që duhet ta ketë atë ambientin që t'jep një anë shpirtërore, por xhamia Arasta nga vetë vizitorët e thonë gjithmonë kur falen ose nuk falen, e shprehin ata, thotë këtu ka një dukje shpirtërore, thonë. Domethënë këtë e thonë ata turistat apo ata të cilët vinë me e vizitu xhamin tonë. Ndonjë domethënë pikpamje tjetër, kjo domethënë është xhami e cila është ndërtu qëllim t'ju shërbej atyre të cilët janë kanë domethënë këtu si esnaf. Për shembull, ka pas zejtar ose ato likuraxhit i kanë thonë më herët. Tash nuk e dim se cila është apo stafat, ndoshta e kanë marru për zejtar nga që ata kur punojnë kanë marrin një erë në trupin e tyre, ose likuraxhit të cilët po ashtu edhe likurat e japin një farë lloj ere në trupin apo në teshën, në petkun e njeriut. Për këtë shkak ndoshta është e dalluar kjo xhami në këtë formë. Kurse si xhamia jonë është si çdo xhami tjetër, shtëpi e Allahut. Imami i xhamisë, Rahim Kaloshi, theksoi se si pejgamberi Muhamedi a.s. ka vepruar gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, duke shtuar adhurimin, duke treguar mëshirë e bujari dhe duke forcuar lidhjen me Zotin përmes namazit, leximit të Kur'anit dhe lutjeve. Ai nënvizoi se Ramazani ishte për të një muaj përkushtimit të thellë, solidariteti dhe përmirësimi shpirtëror, shembull që besimtarët duhet ta ndjekin. Pikë së pari du ta ceki se Allahu Azza wa Jall në këtë muaj nuk e ka shejtruar nga që është Ramazan me agjerim, po ky muaj është i shejtruar për shkak se ka zbritur Kur'ani. Ajo është e cila e shejtron ose e çmon, e vlerëson, e bën me më kıymet këtë kohë, këtë periudhë të Ramazanit. Pra, muaji i Ramazanit, fillimi është rahmet, mesi i saj është magfiret dhe fundi i saj është shpëtim inshallah për ne, për ju dhe gjithë besimtarët anë mban ku janë në botë. Më e rëndësishmja është ne nga ajetet kuranore i dim se Allahu na ka bërë obligative muajin Ramazan, por ajo çka na reflekton në jetë është veprimtaria e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ajo më e rëndësishmja është si ai e jetonte, si e përjetonte. Çfarë bënte domethënë më tepër ose si u angazhonte pejgamberi alayhis salam në këtë muaj. Allahu Azza wa Jall neve na urdhëron në ajetin kuranor: "Wa man yuti'i Allaha faqad ata'a Allah." Kush i nënshtrohet Rasulullahit, pejgamberit tim, domethënë mu ka nënshtruar mu, domethënë i kanë nënshtruar Allahut Azza wa Jall. Detyrimi i jon që ta ndjekim Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam nuk do të vjen në shpirtat apo në veprimtarinë e popullatës, e shoqërisë, të besimtarët, pse e ka urdhëruar, po tek ne vjen nga ajo që ne e dojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi alaihi salam e cekte shumë shpesh një hadith, një fjalë: "El mar'u ma'a man ahabba." Njeriu është zbashku me ata që e don. Dhe do të jetë zbashku me ata që e don. Dhe sahabët gjithmonë kur e përsërit ke pejgamberi alayhis salam këtë fjalë të pejgamberit ton, ata u gëzoshin shumë, nga që ata pejgamberin ton Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam mundoshin ta ndjekin dhe ta imitonin edhe në namaz, edhe në dhënien e zakatit, edhe në agjerim, e sidomos në muajin Ramazan. Çfarë bënte pejgamberi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam? Gjurmët e tij, biles
Pejgamberi a.s. nëse ishte ullër në një hije të një pemës, edhe sahabët shkojshin pas vdekjes, pas ndërimit të jetës të Muhammed Mustafas, shkojshin qëndroshin aty. Ose nëse është sill pejgamberi a.s. në një vend, shkojshin aty nga malli për Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Pra, pejgamberi jon Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam gjatë këtij muajit, si çdo muaj tjetër, po këtë muaj pejgamberi a.s. e vazhdonte duke u përkushtuar edhe më tepër në aktet e tija të adhurimit, si kujdesi dhe ndjenjë që e kishte pejgamberi a.s. ndaj Allahut azza wa jall. E sidomos në muajin Ramazan, këto akte të adhurimit i shtonte Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ajo që na bën te Muhammed Mustafa që ta dallojmë nga muajt e tjerë, pejgamberi a.s. në 10 ditëshit e fundit të muajit Ramazan u ndajke nga shoqëria, u ndajke nga kjo botë, u ndajke nga preokupimet e rrethet. Ku? Në xhami. Domethënë itikaf, ndenja në xhami, apo ajo jeta shpirtërore të cilën e jetoi pejgamberi a.s. brenda 10 ditëve. Pejgamberi a.s. brenda këtyre 10 ditëve, jo që u largu nga shoqëria, i krynte edhe obligimet e tjera, por nga brenda e shtojke adhurimin, e shtojke dhikrin, e shtojke leximin e Kur'anit dhe e shtojke bamirësin Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nga tabiinët, Ebu Shihab, nga tabiinët e mëdhej, domethënë pas sahabëve, gjenerata pas sahabëve, thot itikafi është ibadeti më i nderuar. Domethënë brenda muajit të Ramazan, nga që njeriu largohet nga preokupimet e kësaj dunjas. E jep veten në adhurim drejt Allahut azza wa jall dhe ai duke qenë agjerueshëm e bën këtë. Dhe largohet nga çdo vepër e dobët, e ligë, e cila është e padobishme në lidhje me këtë dunja, po edhe për jetën e përtejme, për ahiretin, ku do të jemi të përjetshëm inshallahu taala atje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith na thot kështu: "Men qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Kush e përjeton, kush e ngjall muajin Ramazan imanen, me një iman të plot, wahtisaben, dhe duke prit llogari dhënien vetëm shpërblimin, të më thonë, vetëm prej Allahut azza wa jall, ati, thot pejgamberi a.s. do t'i shlyhen të gjitha gjunahët, thot Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Një nga pikat që thëm pejgamberi a.s. i jepte rëndësi, dhe më thonë, të ngjallte, dhe më thonë, muajin Ramazan, ai sidomos edhe netët e Ramazanit ju përkushtojke me të madhe dhe e kalojke gati se tër natën me ibadet. Ku edhe Aisha radiallahu anha e pyete, i thote: "Ja Resulallah, pse ka shumë e lodh veten kur ti je rob i cili Allahu azza wa jalla ka fal gjunahat e kaluara dhe të ardhme?" Pejgamberi jon Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam i tha: "A mos të jem rob falënderues ndaj Allahut azza wa jalla." Pejgamberi jon Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam falte vet, po i këshillonte edhe tjerët. I inkurajonte edhe tjerët që të kyçen në namazin e natës, sidomos gjatë muajit të Ramazanit. Por të qenë më i fortë, pejgamberi jon Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam gjatë ditës merrte forcë nga gjumi i mesditës, i cila ishte gjysmore 45 minuta sipas nevojës lodhësisë që e kishte pejgamberi jon Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Për me kujtu edhe një herë se sa ishte e rëndësishme kjo vepër e pejgamberit alayhis salam, namazi i natës, domethënë kjo ngjitet, bashkangjitet me namazin e teravis, po edhe pas teravis kush sa don mund të falet, të bënë dhikr ibadet sa të doje, kjo nuk ka ndonjë përkufizim. Por për me kujtu edhe një herë se sa ishte e rëndësishme, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha për Abdullah ibn Omerit. Tha: Abdullah jo shumë i mirë, tha, shumë njeri i devotshëm, po sikur se ta kishte edhe namazin e natës. Dhe Abdullah bin Omeri, kur i erdhi në vesh kjo fjalë pejgamberit ton Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, edhe ai më prej asoj dite, më asnjëherë nuk e huqi
namazin e natës, sidomos në muajin e agjerimit në muajin Ramadan. Një prej pikave tjera që mund të flasim, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte edhe ajo iftari dhe syfyri. Iftari në jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte shumë e rëndësishme, nga që kishte dëshirë që edhe ai vetë të mblidhet me familjarët e tij, ta bëjë iftarin me familjarët e tij, nga që në kohën e iftarit është koha para iftarit, ku Allahu Azza wa Jall thot, edhe nëse e ka përcaktuar ose e ka vendosur, e ka të prerë dika që do ta çojë në xhehenem, në zjarrin e xhehenemit, nëse ai në këtë kohë të iftarit i përgjërohet Allahut, i bën dhikr Allahut, e kalon me dua këtë kohë, pejgamberi jon Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam thot e shkruan atë rob për atyre të cilët do të falet. Koha e iftarit në jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte shumë e rëndësishme, bënte dhikr, bënte dua, ju drejtohet ke Allahut Azza wa Jall, po jep kënë rëndësi edhe jetës familjare. Por edhe iftarit të qelet në kohë. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jep të rëndësi edhe syfyrit. Syfyrit nga që thojke nëse jeni të lodhur shumë, ose nuk keni mundësi të qoheni në kohën e syfyrit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thojke vetëm me një glëk ujë, ose me një hurmë spako, të bëni syfyrin, të qoheni, të jeni të këfjell në atë kohë të syfyrit, se në atë kohë ka bereqete dhe mirësi të cilat zbresin nga ana Allahut Azza wa Jall, po ju nuk i shifni ata. Pejgamberi alayhi salam në kohën e syfyrit e vlerësoi kjo shumë, por ngrënia e iftarit në kohën e vet dhe e zgjuamja në kohën e syfyrit, thot pejgamberi alayhi salam, është që na dallon nga të tjerët, nga jo muslimanët, apo nga ata jehudët apo krishterët. Se ata kohën e iftarit ose e qëshin më vonë, jo në kohën e të saj të duhur, ose syfyrin e bëjshin më vonë. Do më thënë, nuk rrishin strikt në atë kohë ku duhet, ku ju ka thonë pejgamberi i tyre. Për këtë shkak pejgamberi alayhis salam thotë qohuni që të jeni të dalluar nga ata të tjerët. E shohim kohën e syfyrit apo kohën e seherit. Ajo kohë ku me të vërtet janë perdet e ngritura. Kush bën dhikr, dua, lutje tek Allahu Azza wa Jall, Allahu Azza wa Jall nga ana e pejgamberit alayhis salam jena të informuar se ato dua janë vetëm se të pranuara. Një ditë vajza e saj, e tij, Fatimja radiallahu anha, e kishte djalin Hasanin të sëmur, kishte zjarmi dhe si çdo nanë u përkujdes shumë gjatë tërë natës dhe kishte pas hy koha, por akoma pejgamberi alayhis salam nuk ishte shkuar në xhami. Domethënë në xhami akoma nuk ishte fal namazi. Dhe pejgamberi alayhis salam e pa kur u kthyi namazit, e pa të fikur dritën e shtëpisë të Fatimës apo të Aliut radiallahu anhu. Dhe shkoi te shtëpia e Fatimës, hyri në shtëpinë e saj dhe e zgjoi nga xhumi. I tha: "Oj Fatime, a thua vallë mos ke flet në këtë kohë? A mos vallë e ke lanë namazin e sabahut?" Dhe u çu Fatimja ja tregoi rastin se si kishte ndodhur. Pejgamberi alayhis salam i tha: "Oj Fatime, të gjitha këto vështirësi janë në dunja, në ahiret nuk do të kesh kësi lloj brenga, kësi lloj vështirësie." Pra, e shohim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kaq shumë i jep të rëndësi veprimtarisë apo zgjimit, domethënë prishjen e xhumit apo asoj periudhe kohore e cila është shumë e vlefshme në jetën e pejgamberit ton Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, por edhe për duat tona. Jashtë kësaj pejgamberi jon Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam e rekomandonte edhe bamirësinë apo sadakan tek të tjerët. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë kështu: njeriu bojar, njeriu fisnik, njeriu dordhans, domethënë, është më afër Allahut. Njeriu bojar është më afër xhenetit. Njeriu bojar thotë është më afër meje dhe më afër njerëzve. Dhe është shumë interesante pejgamberi jon familjes së vet se si i drejtohet.
I thot, oj familja ime, deri sa ka nevojli të tjerë jashtë, mos pritni nga unë që do t'ju sjellë diçka për të ngrënë në shtëpinë tuaj. Do të thonë, kjo është diçka shumë prekse. Sa ne, për shembull sot, i japim rëndësi kësaj veprimtarie të pejgamberit, këtij akti të pejgamberit ton Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, që kena edhe ajete kuranore në lidhje me këtë që na sugjeron që të bëjmë bamirësi, apo të japim sadakan, apo të jemi bujar ndaj të tjerë, sidomos ndaj fëmijëve tonë, ndaj atyre të cilët i njohim dhe nuk kanë ndoshta mundësi për ta qelë edhe iftarin. Jashtë kësaj, pejgamberi jon Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam i rekomandonte edhe sahabët që të japin edhe të ndihmojnë të tjerët, të jenë domethënë të lidhur me sadakan, me lëmoshën. Pejgamberi alayhis salam ju tha, a e dini se cila është koha më e mirë për me dhënë sadaka? I thonë, ja Rasulallah, ato si çdo herë ju drejtoheshin pejgamberit ton, duke i thonë, më mirë e din Allahu dhe i dërguari i tij. Dhe pejgamberi alayhis salam tha, sadakaja më e mirë është në muajin e haxherimit, në muajin Ramadan, në këtë muaj të shenjtë. Dhe i tha Zedi nga sahabët, ja Rasulallah, po ne nuk kemi as me hangën në shtëpinë tonë, po as hurma nuk kena, domethënë mundësitë nuk i kena. Pejgamberi jon Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam tha, o Zed, në qoftë se ke edhe një litar, bashkon gjithë ju turmës e cila jep sadakatul fitr. Bashkan gjithë ju turmës apo grupit, shoqërisë e cila japin, edhe ti me një litar, me një penjë, me një diçka shumë të thjeshtë. Domethënë, walau kana bi tamrin, thot pejgamberi alayhis salam, në qoftë se ki edhe një hurmë, edhe me një hurmë bëhu sebeb që t'ja qelesh iftarin dikujt, apo edhe me një gotë ujë bëhu sebeb që t'ja qelesh iftarin dikujt, ose me një gotë qumsht t'ja bësh domethënë ikram dikujt, apo t'ja japësh që ta hape iftarin. Në lidhje me këtë dhënien apo ndihmesën e të tjerëve, e shohim edhe të Ibn Abbasi. A thamë më herët se itikafi është shumë i rëndësishëm? Po. Në itikaf kur futet njeriu nuk del nga xhamia, nga që nuk guzon. Është ajo niyeti i saj, prishet niyeti. Ibn Abbasi erdhi një njeri fali, sikur sot që jemi në xhami, erdhi falin namazin dhe e pa Ibn Abbasi që ishte pak si i mërzitur. Edhe i thot, çfarë halli ki, çfarë derdi ki? Thot, e Ibn Abbas, filanit i kam borç, po ati ju kam lut shumë dhe i kërkova afat kohë që të më shtyjnë borxhin edhe pak, ai nuk po ndëgjon. Ibn Abbasi ishte në itikaf, ishte me nijet, ishte në xhami, doli i veshi këpust. Duke i vesh këpustën e dytë, ja përkujtoi sahabiu, tha, o Ibn Abbas, ti ishe në itikaf, ishte në nijet, po e prishe nijetin, e prishe itikafin. Thot, në ka mësu pejgamberi jon Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, më e rëndësishmja se itikafi është ndihmesa, lehtësimi i vështirësive apo problematikave që i kanë vëllezërit tanë. Pra, unë nuk do të zgjas shumë, ajetet kuranore do t'i marrë dhe do t'i shohim dhe t'i përjetojmë gjatë muajit të Ramazanit. Wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Allahu azza wa jall këtu po na jep një përgëzim brenda qortimit. Keni frikë nga zjarri i cili është përgatitur për jo besimtarët. Wa atiu Allah wa atiu Rasul. Nënshtrohuni Allahut dhe nënshtrohuni Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam la'allakum turhamun. Ndaçi me hinën rahmetin e Allahut azza wa jall. Dhe këta kur ta bëni, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dhe bëni këta me shpejtume, jo ashtu me tembelizëm, me neglizhencë, po duke i shpejtu ose duke i shtu, ose duke e lodh veten edhe pak më tepër në këtë muaj, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, duke shkuar drejt magfiretit, faljes të Allahut azza wa jall, wa jannatin, dhe drejt xhenetit të Allahut azza wa jall, ardhuha, që është toka e saj, e xhenetit, samawatu wal ardu, sa kjo toka dhe qitë që i shohim ne,
uiddet lil muttaqin, e cila është përgatitur për ne besimtarët, për ne njerëzit e devotshëm, inshallahu taala. Vazhdon Allahu azza wa jall, alladhina yunfiquna fi s-sarra'i wad-dharra'i. Ata të cilët do të hinë në këtë magfiret dhe në xhenetin e Allahut azza wa jall, e cila është përgatitur për të devotshmit, pra janë ata të cilët edhe kur i kanë punët e tyre të ngushta ekonomikisht, edhe kur e kanë ekonominë e tyre të gjanë, ose fshehurazi apo haptazi, ato japin, janë bujar vetëm për hir të Allahut. Pastaj wal kadhimin al ghaidha, që na duhet shumë në këtë muaj Ramazan, se po e shohim që njerëzit nga agjerimi apo nga ajo lodhja që e kanë brenda ditës, nervat e njerëzve fillojnë të i lëshojnë nga unësia. Wal kadhimin al ghaidha, dhe janë ata të cilët e përbin, e gëllditin hidhërimin të cilën e kanë në atë moment. Wal afina anin nas, dhe janë falës ndaj të tjerëve. Pra këto 3 pikat i kemi parasysh inshallah, sidomos në këtë muaj të Ramazanit. Inna Allaha yuhibbul muhsinin, pa dyshim që Allahu i do ata të cilët janë muhsin. Muhsin kush është? Ai njeri i cili në çdo moment, në çdo hap e di që është të e vëzhgu kamera hynore. Domethënë, e shef Allahu azza wa jall në çdo moment, edhe pse ti nuk e shef ata. Allahu razi koft inshallah. Allahu na boft për atyre të cilët ju pranohet Ramazani. Si që thash edhe në fillim, Allahu na boft për atyre të cilët dhe ditë e parë të cilët janë të him në rahmetin e Allahut, pastaj dhe ditë e mesmet të him në magfiretin e falën e Allahut, dhe ditët e fundit janë inshallah shpëtim nga zjarri i xhenemit. Për këtij momentit edhe bajramin ju uroj, Allahu razi koft, po më e rëndësishmja është që ne si në vendin tonë, që dëshirojmë të jetojmë të lirë me vlerat tona, po ashtu dëshiroj dhe lusë Allahun azza wa jall. O Allah, mësoja të gjithë muslimanëve, kudo që janë anë mbotë botës, e sidomos në Gaza, sa më shpejt të lirohen nga kthetrat e uzurpuesve, dhe atyre të cilët janë nuk din rahmet, nuk din mëshirë, nuk kanë njerëzëllak. Në sajët të këtij Ramazanit, lusë Allahun azza wa jall se sa më shpejt të lirohen ata dhe ne të bëjmë punën tonë, nëse kena sa një hurmë, që thot pejgamberi alayhis salam, t'ju afrojnë vëllezërve tanë atje ku kanë nevojë. Në xhamina rasta në zemër të qershisë së Shkupit, u rikujtua jeta dhe shembulli i pejgamberit të Muhamedit alayhis salam, i cili gjatë Ramazanit jetonte me thjeshtësi, për kushtim të thellë, në adhurim dhe bujari ndaj të tjerëve. Jeta e tij mbetet model i durimit, mëshirës dhe afërsisë me Zotin, veçanërisht në muajin e shenjtë të Ramazanit.